Elhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Emma ba'd. Allahu nazbu gjele falendërim, salavatet dhe selamat Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam ja dërgojmë. Të ndëruar, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me shpjegimin e jetës së Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, ku sot përmendim momentin kur Ebu Sufjani del para Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Më parë takohet duke qenë me Abbasin radhiyallahu anhu, takohet me Omerin radhiyallahu anhu, i cili Omer i thot Sufjanit: o armik i Zotit, më erdhi momenti dhe shansa që takohem me ty ballë për ballë, pa pas do një marrëveshje apo beslidhje me ty. Dhe Omeri radhiyallahu anhu, si Omer, kërkon që t'ja pkut kryt Ebu Sufjanit, si pasojë dhe si rjedhoja asaj që aja bëri atë dëm të madh Islamit në përgjithësi, e në veçanti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dije është armiqësia e Ebu Sufjanit dhe domi i tij që ja bëri Islamit dhe muslimanëve, duke qenë në krye të gjitha luftrave që i organizoi kundër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke përfshirë këto edhe luftën e Bedrit, edhe luftën e Uhudit dhe gjitha sherët dhe të zezat që i ndodhen më herët Islamit dhe muslimanëve në krye me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Abbasi radhiyallahu anhu i thot Omerit radhiyallahu anhu dhe i drejtohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që ta ndëqon të njëjtën edhe Omeri kur mrinte tenda e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, thot: ja Rasulullah, inni qad ajjartuhu. E këtu kemi një mesele. I thot: ja Rasulullah, thot, unë Ebu Sufjanin e kom marrë në besën time. E kom marrë me veti dhe i kom premtu se është në mbrojtjen time. Dhe kjo në Islam është një çështje e cila i ka dispozitat e veta dhe rregullat e veta. Madje el ijara është edhe në fush betej. Në qoftë edhe në fush betej, nëse një musliman e merr për dorë një jo musliman dhe i thot: hajde me mua se je nën mbrojtjen time, s'ka të drejtë askush nga ushtria e Islamit që të prek atë njeri. E të mos flasim në kushte pak më dhe rrethona pak më të ndryshme. Edhe pse kjo ishte një situatë të tensionume dhe në rrethona lufte, kur ushtria islame kishte ardhur në prag të Mekës, që të shliron Mekën dhe Qabën. Megjithatë, Abasi radhiyallahu anhu thotë: ja Rasulullah, inni qad ajjartuhu. Ta unë këtë kom marrë në mbrojtjen time. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e merr Ebu Sufjanin, Abbasin dhe Omerin radhiyallahu anhu, i shtin në tendën e vet. Dhe i ul ata për t'i ndëgjuar dhe për ta marrë mendimin e Abbasit në lidhje me Ebu Sufjanin. Thot Abasi radhiyallahu anhu: sa ulëm brenda, thot, une me të shpejt shkova dhe e putha në ballë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pse ju duk shumë gat kohë që kishte dalë nga dhe ishte largu nga Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, koha nuk ishte edhe ku me ditë sa e madhe, dhe ishte përmallu Abasi radhiyallahu anhu me pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe thot Abasi e kapa për kry Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe e putha. E puthi në ballë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është edukata dhe terbia islame, që në ballë me puth djetarin, në ballë me puth mësuesin, në ballë me puth babën, nanën, ma të madhin, ma të devotshmin, ma të urtin. Dhe njeriu e mirë në përgjithësi është nga veprimet e mira që konsiderohet terbia islame. Dhe është nga sunetet që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përkrah dhe e ka pranuar me heshtje. Se sikur të ishte ndryshe, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do të lejonte Abbasin që të e puth në ballë.
Se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nëse hesht para diçka që ndodh para syve të vet, kjo tregon se është nga sunetet e tija dhe nga gjërat që ai i ka pëlqyer. Dhe Abasi tregon këtu, thot, e putha në ballë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Çka u merr mendja? Çka lidhet puthja në ballë me gjithë këtë ndodhi dhe tregim? Jemi në gjendje lufte, një tregim që flet për një gjendje lufte. Është një konflikt real mes Ebu Sufjanit dhe Omerit radhiyallahu anhu, i cili kërkon me apkut kryt, me ju hakmar Ebu Sufjanit, dhe Abasi radhiyallahu anhu do të tregon dhe manifeston ndjenje, emocione, dashni, që është tipar i Islamit dhe të muslimanëve në gjithë këtë situatë të tensionume. Me tregu se Islami është dashuri, Islami është respekt, Islami është nder. Dhe se dashurin, respektin, nderin, zemërbardhësin, njeriu nuk guxon me haru edhe në momentet më të tensionume, qoftë edhe në gjendje lufte. Se urrejtja përballë ka dashurin. Nëse s'ka balans mes urrejtjes dhe dashuri, aty ka shkatrim të njerëzimit. Çdo sen të ka vendin e vet dhe ka momentin e vet. Dhe tha Abasi, tha ja Rasulullah, vallahi tha, gjatë kësaj mbrëmjeje deri në mëngjes, askush s'ka të drejtë me ranu Ebu Sufjanin. Tha se unë e ku marrë në manet, e ku marrën në mbrojtjen teme, do të mbroj edhe fizikisht, por do të mbroj edhe moralisht që askush mos ta randoj me llafe. La yunajihi ahadun al-laylata duni. Tha askush në këtë natë dhe gjatë kësaj nate nuk ka të drejtë që ti drejtohet me ndonjë llaf Ebu Sufjanit. Me prek jo se jo, po s'kan të drejtë të tjerit edhe një moj llafe me a thonë. Si unë e ku marrë në bejsat, e ku më shtinë në mesin e gjithë muslimanëve, në bejsën teme, është ashtu se dhe kushtëmëri ka një llaf me a thonë, nuk ka në rregull kjo. Dhe kjo është etika dhe sjellja islame. Dhe këtë vendim të Abbasit radhiyallahu anhu gjithë e respektuan, edhe pse nuk dihesh epilogu si do të jetë. A do të ketë ndonjë rezultat nga ky qëndrim e Ebu Sufjanit në mesin e muslimanëve në ditën e nesërme, apo nuk do të ketë rezultat? Kjo do të pajtohet me muslimanët, apo do të thotë ju keni ardhur për luftë, na përballë ju presme me luftë? Nuk dihesh. Megjithatë, kur e merr në mbrojtjen tonë dhe dika në besën tonë dhe në besën tonë dhe në besën tonë dhe dika, askush nga mesi i muslimanëve nuk ka të drejtë atë me e prek. Askush nuk ka të drejtë me e prek. Dhe të jemi të vëmendshëm dhe të kujdesshëm, sidomos për trit tonë, për në vendin tonë që na jetojmë musliman dhe jo musliman së bashku, që askush nuk ka të drejtë të merr guximin, të rreh dikan, apo t'ja merr të drejtën, apo të diskriminon, apo të nënçmon dikë tjetër, pse nuk është nga mesi i muslimanëve, apo pse nuk është në të njëjtin nacionalitet që jemi edhe na. Nuk është në rregull kjo. Kjo nuk është edukat dhe etik islame. Dikush do të më thotë, ama ata e bëjnë, ka pjesët e veta, themi, ai gabim është e tyre, nuk është i jonë. Na s'guxojmë me gabu. Dhe e keqja nuk kthehet me të keq. Dhe gabimi nuk kthehet me gabim. Gabimin duhet përmirësu, jo me kthi me gabim. Se nëse ata gabojnë në këtë drejtim ashtu, nëse të njëjtën e bëjmë na, atëherë edhe na kemi gabu. Dhe duke gabuar me njëri tjetrin, kur dhe asnjëherë s'kena me pa hajër dhe s'kena me pa ditë të bardha në vendin tonë. Andaj jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm se atyre dikush ju ka dhonë fjalë se në këto pjesë mund të hyjnë e të dalin publikisht. E fshehur as dikush me bën një xhezë një të keqe dhe me fsheh dorën, me alon fajin,
gjithve muslimanve dhe gjithve besimtarve që jetojnë në atë zonë, kjo nuk është në drejtë. Nuk është edhe në rregull. 10.000 ushtarë, midis 10.000 ushtarëve e shtin armikun kryesor Ebu Sufjanin dhe askush një majë të kimës nuk merr guximin që me ja prek Ebu Sufjanit. Pse Abbasi e ka marrë mbesën e vet. 10.000 ushtarë musliman kanë ardhur me shpata me çliru Mekën, ai kryetarin e Mekës, armikun kryesor të Islamit dhe të muslimanëve, e merr me vete ta ulë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe gjatë rrugës askush nuk merr guximin një majë të kimës do të me ja prek. Sepse Abbasi e ka marrë mbesë. Se të ndodhte diçka ndryshe nga kjo, gjatë gjithë historisë do të shënoheshte se muslimanët janë tradhtarë. I marrin njerëzit në besë e pastaj fshehurazi bëjnë ndryshe nga ajo që kanë premtuar. Islami nuk është kështu. As muslimanët nuk duhet me qenë kështu. E as muslimanët nuk duhet me qenë kështu. Jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ne e kemi jetë tonën. Këtë se kemi prallë, tregim, një masallë me kallëzu, me kalu kohën. Këtë e kemi na jetë. Këtë jetë e jetojmë çdo ditë. Dhe këto porosi, këto mesazhe hyjnore na duhet të jetësojmë në jetën tonë. Ti ngjallim këto sunete praktikisht. Sa që ka hinë në mahallet tona, është i sigurt. Ai që ka hinë në shoqëritë tona, me iznin tonë është i sigurt. Dhe askush s'ka të drejtë të bën veprim, me cilin veprim i njollos gjithë muslimanët dhe gjithat shoqëri islame në vendin tonë dhe kudo qofshin ato anë mban botës. Kjo është Islami dhe kjo është drejtësia. Dhe kjo është edhe arsyeja pse gjithë bota lakmon ka ky Islam dhe e pranon këtë Islam me të madhe. Drejtësia është madhështia e kësaj feje që i trajton që të gjithë në formë barabartë me këtë drejtësi. Dhe kjo drejtësi nuk dallon as status shoqëror, e as ngjyrë, e as fe. Drejtësia është. Drejtësia nëse është edhe me jo muslimanin, ka që një muslimanit i jipet jo muslimanit, thu ti e drejtë. Edhe pse kjo është musliman, më ti e drejtë. Kjo është gabim. S'ka me të njofsha. Drejtësia është drejtësi. Andaj të jemi të vëmendshëm e të kujdesshëm që ti marrmi këto porosi. Porosia e besës, e marrveshjes, porosia e fjalës, e emanetit, janë tiparet e muslimanëve të mirë të devotshëm. Omeri radhiyallahu anhu përsëri vazhdon që të fletë dhe insiston në mendimin e vetë para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe para Abbasit radhiyallahu anhu dhe para Ebu Sufjanit. Dhe i thot Abbasi radhiyallahu anhu, thot Omer, ka dalë me vëlla, thot. A do të kishe folë kështu? A do të kishe thonë të njëjtat fjalë sikur para neve të ishte dikush nga fisi Beni Adi. Fisi Beni Adi është fisi Omerit radhiyallahu anhu. I thot Omerit radhiyallahu anhu, ma thjesht sikur të kishte qenë para nesh dhe një vllai jote, dhe një djalë i migjës, dhe një miq, që ki plot jo musliman atë në Mekë, kishte qullu dikush pi atinve. Se gjithë sahabët kishin kushërit që nuk ishin musliman në Mekë. Gjithë. Se një pjesë e familjeve me kase pa të pranu Islamin, një pjesë e pa të pranu. Dhe Abasi thot, e sikur ky Ebu Sufjani, në vend këtij të ishte dikush nga ato tuj, a do të kishe folë kështu? I thot Omeri radhiyallahu anhu Abbasit, i thot vallahi, thot momentin që e ki pranu ti Islamin, për mua ka qenë moment më i gëzueshëm se sa momenti kur e ka pranu Islamin djalja e Khattabi. I tregon Abbasit se sa e respekton dhe sa e don Abbasin radhiyallahu anhu.
Dhe i thot, ti kur i ke pranu Islamin jam gëzuar më shumë se sa kur e ka pranu Islamin djali jam, Khatabi. Kështu çfarë xhevapi? Ki çka i thot, ki si ja kthen xhevapin. Do të vazhdojmë inshallah javën e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin.